Studeniqani, ky vend i traditës dhe i kulturës, gjep i dijes dhe arsimit, i rrethuar me fusha e kodrina, mu në zemër të Karshjakës. Kur flasim për arsim, vite më parë, por edhe në ditë sodit, është dhënë mund dhe sakrificë për të arritur këtu ku jemi. Vepra tona flasin dhe do të flasin. Do të dëshmojnë në emër tonë se jemi popull arsimdashës dhe punëtor. Ndërsa këta, e argumentojmë sot duke festuar 80 vjetorin e ekzistencës së shkollës sonë, Naim Frashëri. 80 vjet lodhje, djers, përkushtim, fitore, sfida e suksese. Rrugën nuk i kemi pas të shtruar me trëndafila, por jemi munduar që në rrugën tonë të lëmë gjurmë. Dhe sot me plot bindje mund të themi se kemi ngritur nivelin e arsimit mu aty si që ka hije një qerë dhe diturie. Sot dëshmojmë ekzistencën e kësaj shkolle, duke u munduar që të sjellim një historik të shkurtër të saj ndër vite, që të kujtohet çdo pikë djerse e derdhur, çdo sakrificë sado e vogël që ka qenë, dhe puna e të gjithë atyre që dhanë çdo gjë nga vetja, pa u kursyer as pak, që të mos mbesin në pluhurin e arresës, por të kujtohen nga gjenerata në gjenerat. Do të kishim dashur shumë që sot në dorë të mbanim një monografi të kësaj shkolle, por ajo kërkon kohë dhe shumë durim. Prandaj duke hapur arkivën e shkollës, arritëm të grumbullojmë disa të dhëna në lidhje me ekzistencën e shkollës dhe funksionimin e saj që nga dita e parë. Shkolla fillore Naim Frashëri Studeniqan Moran, hapat e saj i ka bërë në mejtepen e fshatit, pas çlirimit, në vitin 1945. Puna filloi në kushte dhe rrethana shumë të vështira. Mësimi filloi të zhvillohet në paralele të kombinuara, duke i bashkuar kështu klasën e parë me të dytën dhe të tretën me të katërtën. Në këto rrethana, ajo funksionoi gati 2 vite. Ndërmësuesit e parë, të cilët kanë punuar në mejtepen e fshatit dallohen, Ali Vishku dhe Melehate Meqa, të cilët vullosën hapat e para të arsimit e dijes në këtë fshat. Më pas gjatë vitit 1947-49, do të fillojë ndërtimi i godinës së re, ndërsa dyert e saj do të hapen gjatë vitit 1950-1951, duke i dhënë emri përparimi si shkollë 8 vjeçare me vendim të Këshillit Popullor të Komunës së Shkupit. Që nga ajo kohë filloi çrrënjosja e analfabetizmit, respektivisht filloi realizimi i procesit edukativo-arsimor, ndërsa mësuesit e parë që kanë thyer barierat e kohës dhe kanë murosur e shkruar emrin e tyre në histori, llogariten të kenë qenë Ali Saraqini, Recep Meqa, Selajdin Meqa, Recep Zhita, Refik Qiqa, Melehate Beqiri, Gafur Grashdini, Skënder Lamagjema, Mamer Gjinoli, Shuaib Dika, Fejim Isai, Rushdi Shuku, Tefik Morina, Ali Huruglica, Hivzi Sulejmani, Recep Recepi e shumë të tjerë pas tyre. Në krye të gjithë këtyre, i cili ka qëndruar si një kapiten anijeje dhe ka drejtuar timonin e këtij Titaniku, llogaritet të ketë qenë Muhamer Haskaj, i cili pas vetes la gjurmë që s'mund t'i shkel as koha, as historia. Do të ishte absurde nëse nuk do të kujtonim sot ata të cilët ishin arsye e hapjeve të këtyre klasave, pa të cilët edhe ne sot nuk do ta kishim emrin mësues. Nxënësit e parë, ata që të parë dëgjuan zilen e shkollës, ata të cilët të parë vrapuan në oborrin e shkollës, aty ku filluan të marrin frymë e të tjetërsohen, të mësojnë shkrim lexim. E ata janë Osman Aliu, Zekir Shabani, Ahmet Gjaferi, Idriz Idrizi, Lutfi Gjaferi, Tefik Demiri, Ramadan Kurtishi, Musa Idrizi, Taib Aliu, Nejati Bajrami, Nureddin Shabani, Vehab Ejupi, Ismail Iseni,
Mejid Shabani, Imer Kasami, Ibrahim Ibrahimi. Por kjo nuk përfundon me kaq. Ka edhe shumë të tjerë të cilët çdo vit më shumë filluan të regjistrohen e të ndjekin shkollimin. Filluan të ndjekin hapat e të tjerëve. Këta do të mbeten heronjtë e vërtetë të historisë sonë. Në kuadër të shkollës sonë funksionon edhe shkolla periferike e fshatit Moran, si dhe shkolla periferike e fshatit Gaber. Shkolla jon ka kaluar në për shumë etapa kohore, siç janë: etapa e parë, 1945-49, etapa e dytë, 1950-65, etapa e tretë, 1966-91 dhe etapa e fundit 91-2025. Gjatë këtyre viteve, shkolla është ballafaquar me peripeci të ndryshme, sfida të cilat kemi menduar që nuk do t'i tejkalojmë, por ja që sot dëshmojmë qëndrueshmërinë e saj si një kala e fortë, e cila nuk u shen para asnjë stohije kalimtare. Rrënjët tona janë më të thella nga ç'duken. Gjatë historisë së saj, shkolla e cila mban emrin e të madhit Naim Bej Frashëri ka ndryshuar emrin disa herë, duke u quajtur në fillim Napredok, pastaj duke marrë emrin në gjuhën shqipe përparimi. Nga rrethana të ndryshme, shkollës i rikthehet emri sërish Napredok, dhe për të përfunduar më pas me emrin që mban dhe sot, Naim Frashëri. Në zhvillimin e procesit edukativ arsimor, një kontribut të madh kanë dhënë edhe shumë mësues të cilët ndodhen në mesin tonë, ndërsa disa prej tyre do të mbeten në kujtimet tona për gjithmonë. Gjej rastin për të cekur mësuesit e parë të fshatit, të cilët zgjodhen për të kryer këtë mision me pasion e dashuri për vendin dhe nxënësit. E ato janë Gjemail Gjaferi, Milaim Aliu, Muhamet Kasami, Idris Iseni, Sali Rushiti, Neazi Curri, si dhe shumë të tjerë të cilët do t'ju bashkangjiten në vitet në vijim për të dhënë kontributin e tyre në tempullin e ditorisë. Natyrisht që kanë ekzistuar vështirësi dhe probleme të ndryshme, me të cilët është ballafaquar kolektivi ynë shkollor, duke u nisur që nga mungesa e objektit, mjetet financiare, salla sportive dhe shumë kushte të tjera elementare. Përveç asaj, nuk duhet harruar as sesi, as periudha e diferencimit që u bë shkollës dhe mësimdhënësve tanë. Por ne si një familje e madhe, ditëm të kujdesemi për njëri tjetrin dhe për t'ja dalë mban që shkolla të funksionojë në mënyrën më të mirë të mundshme. Nga ky tempull i ditorisë kanë dalë qindra të shkolluar dhe intelektual të profileve të ndryshme. Kam bindjen se ata kudo që gjenden sot me nostalgji flasin për të dhe janë krenar që dikur ishin nxënës të saj. Ata sot janë gazetar, mjek, jurist, ekonomist, magjistra e doktor, profesor e mësues, aktor e teolog, por edhe kuadro të tjerë të lëmive të ndryshme. Të gjithë këta u kalitën dhe u brumosën me dituri, pikërisht këtu në shkollën tonë fillore. Kjo do të thotë se roli dhe misioni i kësaj vatre arsimore ka qenë me rëndësi të madhe, kombëtare, historike dhe kulturore. Duhet theksuar se kjo shkollë u rrit dhe u zhvillua shpejt dhe sigurt. Numri i nxënësve nga viti në vit rritej, po ashtu edhe numri i paraleleve, por dhe i mësuesve. Është arritur deri në atë fazë që janë krijuar kushtet e duhura për zhvillimin e mësimit kabinetik në kabinete të pajisura me mjete bashkohore. Pra filloi të bëhet një punë normale në arsimin fillor. Gjatë veprimtarisë edukativo-arsimore, shkolla është dekoruar me dekorata, mirënjohje dhe diploma për rezultatet e arritura në punën e saj mësimore. Vlen të përmenden disa nga aktivitetet që janë zhvilluar brenda periudhave të ndryshme kohore, siç është Korri i shkollës, i cili është krijuar në vitin 1979, me në krye mësuesin Neazi Curri. Korri i cili ka jetë gjatësi deri në ditët e sodit. Me pjesëmarrjen e tyre, jo vetëm që kanë nderuar shkollën me fitore të ndryshme, por e kanë bërë të njohur në mbar vendin. Dashuria që ka për muzikën dhe artin ka bërë që mësuesi Neazi Curri
të mos dorëzohet para fortunave të kohës, por t'i bëj ball të gjitha peripecive dhe ta udhëheq korrin me plot krenari e dinjitet në për manifestime të ndryshme, duke filluar që nga organizimet e shkollës e më gjarë. Një tjetër aktivitet që njihet si traditë e vendit tonë ka qenë edhe klubi i mundësve, traditë e cila vazhdon edhe sot. Veç këtyre, ja organizuar edhe aktivitete të ndryshme sportive në kuadër të shkollës, si dhe së fundmi, u krijua edhe klubi i librit në Infrashëri, me në krye mësuesen Mimoza Mustafa Jonuzi. Ky klub thuajse ka 8 vjet ekzistencë, që nga viti 2017, ku pikë synim kanë të lexuarin dhe aftësimin e nxënësve në të shprehurin e tyre, në përmirësimin e oratorisë si dhe në krijimin e vetbesimit, në të shprehurin me gojë dhe shkrim. Të bësh një luftë mes teknologjisë dhe leximit, besoni, nuk është as pak e lehtë. Veç këtyre, shkolla ka organizuar edhe një sër aktivitetesh të ndryshme, brenda dhe jashtë saj, projekte të ndryshme nga ana e Ministrisë së Arsimit, si dhe manifestime të llojit festiv, të organizuara këto nga mësimdhënësit e shkollës sonë. Kjo dëshmon se shkolla jon ka qenë gjithmonë e fokusuar në të arriturat e nxënësve dhe në të mirën e tyre, duke organizuar shpeshherë edhe gara shkollore në lëndë të ndryshme, ku nxënësit tanë kanë treguar rezultate të shkëlqyera. Fokusi jo nuk është larguar asnjëherë nga qëllimi kryesor, për t'i aftësuar nxënësit tanë të jenë të zotët e vetes, si në jetën shkollore, ashtu edhe në atë private, të jenë thjesht vetvetja. Për mësimdhënësit, arritja më e madhe është kur ata shohin se nxënësit e tyre kanë arritur rezultate të ndryshme në sfera dhe profesione të ndryshme. Kur ata janë mirënjohës për të gjithë mundin tonë, si dhe kur ata bëhen më të mirë se ne. Tek e fundit, nëse një nxënës nuk ja kalon mësuesit të tij, ai s'ka arritur asgjë. Përderisa jemi te shkolla, duhet theksuar se shkolla jon është rindërtuar disa herë me ndihmën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe shpeshherë edhe me donator e afarisë të vendit, e nga jashtë, të cilëve do të jemi mirënjohës gjithmonë. Në pamundësi për t'i përmendur të gjitha ndryshimet që janë bërë brenda dhe jashtë shkollës, po u paraqesim vitet në të cilat kanë ndodhur këto ndryshime, dhe atë duke filluar nga viti 1975, 1985, 2009, 2013, 2017, 2021, 2023 dhe së fundmi në vitin 2025. Nëse kthejmë kohën pas edhe një herë, nuk e di nëse do të mund t'ja kishim dalë që t'i realizojmë të gjithë këto gjëra në aq kushte të vështira, por këmbgulja e disa figurave eminente të arsimit bëri që ne sot me krenari dhe kokën lart të themi se ne ja dolëm. Ja dolëm edhe për të gjithë ata që sot nuk janë në mesin ton, por që historia e kësaj shkolle dhe ne nuk do t'i harrojmë kurrë. Po, në këtë 80 vjetor ne ju themi, ja dolëm. Sot shkolla jonë së bashku me atë periferike të Moranës numëron një numër të madh nxënësish, afro 1812, numër ky që rritet çdo vit më shumë. Kjo tregon se misioni i të parëve tanë është kryer me sukses dhe se ne vazhdojmë të ndjekim rrugën e tyre. Shkollat aktualisht posedojnë kushte jashtëzakonisht të mira, me salla sportive dhe kabinete adekuate për secilën lëndë. Gjithashtu vlen të përmenden se me rritjen e numrit të nxënësve, është rrit edhe nevoja e rritjes së numrit të mësimdhënësve, si dhe stafit pedagogjik, por edhe personeli teknik, ku diku kalojmë numrin 138. Ky po që është një sukses, dhe të menaxhosh një skuadër kaq të madhe, patjetër që të duhet edhe një udhëheqës, i cili është i prirë për të udhëhequr, qoftë kur kushtet kanë qenë në anën tonë, qoftë kur ato kanë qenë kundër nesh. Gjatë viteve shkolla ka pësuar disa ndryshime tek udhëheqësit e saj, ndërsa momentalisht drejtuesi i saj është zotri Idris Shabani. Nëse do të ndalemi dhe të flasim për bëmat e ditëve të sodit, besoni se kemi mori fjalësh e ngjarjesh për të treguar. Por ne nuk do ta bëjmë këtë. Do t'u alëm gjeneratave të tjera, ata të cilët do të jenë pasardhës si tanë,
të flasin për punën dhe veprat tona. Ne do t'ja lëm kohës të na vlerësoj. Ndërsa shpërblimi më i madh do të jetë kur këtë shkollë ta shohim në piedestal. Historiku i shkollës nuk mbaron këtu. Do të ketë të tjerë që do ta bëjmë punën akoma më mirë se ne. Por ne po e përmbyllim me kaq, duke përmendur shprehjen e fundit të Naim Bej Frashërit, se vetëm drita e diturisë përpara do të na shpjerë.